Europiani U21, që do të presë Shqipëria së bashku me Serbinë, ka marrë reagime të forta dhe të kuptueshme për shkak të ndjeshmërisë që ka kjo temë dhe mbi të gjitha për shkak të plagëve që janë ende të freskëta për shqiptarët. Por nëse flasim vetëm për anën e futbollit, ky organizim do t'i jap shumë të mira Shqipërisë. Në një analizë ne kemi bërë disa kohë më parë, kemi treguar se për shkak të këtij Europiani, shumë lojtarë do të lënë kombëtarët e tyre dhe do të vinte Shqipëria. Kjo pasi edhe Europiani U21-shit tërheq shumë vëmendje dhe aty gjenen scout nga klube të ndryshme. Për shkak se do të jetë vend organizator, Shqipëria është e kualifikuar automatikisht dhe kjo arritje jo është lojtarët për të lënë kombëtarët e tjera dhe për të u veshur kuqezi. Këtëherë Shqipëria U21 do të përballet kundër Greqisë dhe Luksemburgut në takimet miqësore. Por pavarësisht se bëhet fjalë vetëm për ndeshje miqësore, janë 5 lojtarë që kanë lënë ngjyrat e tjera për të veshur me fanellën e Shqipërisë. Në vendin e parë vjen Kevin Zefi, një emër i dëgjuar që më herët dhe tani është pjesë e moshave të Romës. Kevin Zefi ka qenë së bashku me Roko Vatën te Irlanda, por tani Zefi vjen te Shqipëria U21, ndërsa Vata e mbylli zyrtarisht te Irlanda. Në vendin e dytë për nga rëndësia mund të quhet Gabriel Ramaj. Mbrojtësi 19 vjeçar është pjesë e moshave të Atalantës dhe për të është bërë një luftë e madhe mes Shqipërisë dhe Italisë. Ramaj e nisi nga Italia U16, më pas ishte Shqipëria që e mori te U17 dhe Italia e mori sërish në ekip për ta dërguar deri te U19. Tani është Shqipëria U21 që e merr sërish Gabriel Ramaj, i cili cilësohet si një talent i jashtëzakonshëm. Pavarësisht historisë që ndodhi me Etnik Brutajn, një tjetër talent vjen nga Kosova dhe këtë herë flitet për Luan Simnican, i cili luan si mesfushor dhe kishte qenë në një ndeshje pjesë e Kosovës U21. Për ta përmbyllur këtë listë Shqipëria U21, Leard Zuka dhe Burak Alili kanë ardhur nga Zvicra për të veshur kuqezi. Pra janë plot 5 afrime të reja të shpresat tona për vetëm 2 takime që nuk kanë shumë rëndësi. Të tjerë talent do të vinë në të ardhmen dhe gjitha kjo është vetëm për shkak të efektit të Europianit U21 që do të mirëpresë Shqipëria dhe si asnjëherë më parë, shpresat tona janë të kualifikuar automatikisht.